Mira besimtarë ortodoks të Korçës dhe fshatrave përreth janë bashkuar në qendër të qytetit për të pritur lajmin e madh të ringjalljes në një atmosferë të veçantë shpirtërore. Lajmi u dha nga mitropoliti i Korçës, Voskopojës dhe gjithë Juglindjes, hirësia e tij Mzot Anastas, i cili tha: Krishti u ngjall. Krishti u ngjall. Ngjallja e Zotit tonë Jezu Krisht është themeli ontologjik i ekzistencës së kishës edhe i shpresës së njeriut. Pa ngjalljen, ungjilli do të ishte bosh dhe besimi i kotë. Siç dëshmon apostull Pavli, nëse Krishti nuk është ngjallur, atëherë i kotë është predikimi ynë, edhe i kotë është edhe besimi juaj. Kisha jeton, merr frymë dhe dëshmon, sepse Krishti u ngjall. Gëzimi i ngjalljes është fryma e saj jetësore. Kjo shpallje e ngjalljes është zbulesa e së vërtetës më të thellë të botës dhe të historisë. Ndërkohë, turistë të shumë të ardhur nga qytete të ndryshme të vendit kanë zgjedhur Korçën për të bërë pjesë e kësaj nate të shenjtë, duke i shtuar edhe më shumë gjallëri dhe emocion festimeve. It's very nice and many people. It's like Vi nga Kina, është hera e parë që festoj Pashkën në Shqipëri, gëzuar Pashkët. Thank you. Happy Easter to Ukraine. Unë vi nga Ukraina, hera e parë në Korçë, hera e parë që festoj Pashkën në Shqipëri, dhe ne e festojmë këtë fest në këtë formë. Më pëlqeu shumë, gëzuar Pashkën. Jetoj jashtë, po jetoj në Lituani. Në Korçë shumë bukur. Domethënë gati pothuajse për vit mundoj të vi në Korçë. Shumë bukur, shumë njerëz edhe shumë ndryshime në Korçë. Gëzuar Pashkën tash. Gëzuar për të gjithë, shëndet, mbarësi. Unë nga Greqia. Rastisi, në fakt punoj dhe jam në Greqi, nuk vi, në fakt. Po rastisi që erdha, u kurajë shumë. Nga Londra. Ne festojmë me familje, jemi afër këtë kohë. Më bukur, po. Gëzuar, Krishti u ngjall. Në të gjitha kishat ortodokse të Juglindjes së vendit janë mbajtur meshat e ngjalljes, duke bashkuar besimtarët në lutje e reflektim në këtë natë të rëndësishme për besimin e krishterë.